jam I privilegjum, thotë që na dha mundësia që të kemi një takim të tillë. E para, I takoj edhe unë kësaj pjesë të historisë, edhe jeni pjesa më vitale, më e mira, më e shënueshme e kësaj shoqërie. Pa juve, do shta s'këto sish. Kështu që arsyeja dhe pse ndihem vërtet I privilegjum është që edhe jam pjesë I kësaj, po edhe na dha mundësia edhe si kryetari I UDS të Lirisë bashkë me kolegë që të bëjmë diçka për ju, që të mundohemi diçka për ju, me takatin ose mundësinë të cilën e kemi. Do të thotë, ne nuk do të kursejmë për ju kur është fjala. Çfarë do që keni diçka të bëni me takime ndërkombëtare, me musafer, akomodimin, pastaj trajnimet që kemi në kuadrët e ODS. Ja mundsojmë trajnimet që lidhen me këtë veprimtari, që me qenë trajnime profesionale, cilat kishin më lidh me vendin e punës ose me vendin e. Dhe çështja tjetër është që kur don njeriu, mundet me ndihmu gjithmonë. E na premtojmë që në takatin tonë, në atë mundësinë tonë, kemi me ndihmu sa të është e mundshme, edhe mos kursehni për kërkesave. Unë e di që s'keni kërkesat më. Asnjëherë s'keni pas, edhe për shtet s'keni pas kërkesat më. Prandaj, ato kërkesat e cilat I bani ju, mendojmë që na I realizojmë. Të familje ju shumë që keni gjetë kohë më marrë dhe ne me mëndumë ne kemi pikë shumë mirë, kemi analizu, kemi pajtu bashkë me përsinë e ngushtë do sen, unë e familje mas pore për juve që keni gjetë edhe kohë më analizu për morë. Kontributi edhe çështja kombëtare është e përbashkët, edhe gjithë qytetarëve shqiptarë. Po barë është me morë dikush, barën që morë të mjashori këpëtot komandanti legjendar dhe pjesa e ushtrisë të Kosovës dhe qytetarët, ata kanë gjithë tani. Ne jemi ata që bashkarisht, pa qytetarët dhe pa juve s'kishëm me benefituar, dhe pa me gatën që dhe ndihma dhe kombëtohet. Po sot shoqëria ka tash një obligim ndoshta, edhe institucionet e vet më kujdes shumë për këto kategori të luftës. Është e vërtetë që ne s'kem kërkesa të mëdha as në qeveri, megjithëse me këtë qeveri du më jap kritika në start, s'kem raporte, as raporte bisedimesh, as raporte takime, as kërkesa deri me sot që 6 vite asnjë kërkesë nuk është e realizuar nga kjo qeveri. Ne kemi 67 me kancer, 24 janë në Turqi të trajtu, një pjesë janë në për Evropë, në Francë, në Gjermani, një pjesë e tyre, një pjesë në Kosovë, që të thotë as për ta kërkesat nuk janë realizuar, që ka obligim me ligj. Është me ligj. Ministria e Mjekësisë dhe Ministria e Shëndetësisë e kanë obligim për veteran, invalid, e fëmijë dhe shkollë me çuverën e mishëruar, është me ligj. Për invalidë ka 100%, për veteran ka 70%, për fëmijë dëshmorë dhe apo familje ty nuk 70% të buxhetit, shpenzimit me ajek e kanë obligim qeveria ju. Kjo qeveri që 6 vite është realja që 3 shoqatat e luftës nuk I kanë ndihmuar fare kurrë. Në detën në të më thotë, përjashtim një shokit tonë që ka me ndru begrekin që dojmë ne, ka me transplant me abu bashkëshortës, edhe ato me foqe të zezë, me 100.000 intervenime për njës, një ndoshtë të mirë, hera a parë, mbas 6 vite, vetëm që ti ju kanë ndohë. As ku djeri me sëtë, a gjatë që kanë qitë parët me shku në Turqi, që të botë, transmion të tina që të botë, endes ju kanë qitë parët, vendime mërë, në thotë jo, ne nga kanë ndihmuar shokë, disa pjesë njerëzve të vullnetit mirë, sot që mbjetojmë, edhe dorën si këmë dërmerë me ashtëri, mund qeverisë, arsye dijen publike pse nuk po do kjo djetë qatë. Kështu që unë fandit të ju njëherë, me respektin më të madhë, ne jemi të gatshëm të bëjmë në shkimin e lumit, bashkarisht me.
Faleminderit. Respekt, faleminderit për ndihmën e çështës. Faleminderit Shumë mirë, faleminderit shumë. Është një sukses edhe joni që në mundësisë po mundohemi diçka më për ju. Është në mundësi për me kontribu për ju. Unë falenderoj nga zemra, faleminderit shumë këto që bëra, faleminderit për çdo moment, dhe çdo sekond apo çdo punë që bëni për vlerët e lutës dhe për njerëzit që kanë bërë sakrificë më të mëdha për këtë vend. Shumë mirë tha, po mos ishte ushtria që bëra këtu, dëshmor ti mbajti dhe veteran. Sot në Sonin do të kishim punë ship, po këto media që do t'i falenderoj se këto janë gjithmonë krajin tu dhe na përcjellin hapa sopi. Media astar nuk as kishim mund të punue, po kur punon kjo rini e shoh ma këtë rini sot si janë gazetar, për një suksesi më i madh i vendit tonë. Edhe ushtria që bashkë ka bërë sot që punojnë shqipta, sflet mos serbisht, edhe hajria sflet me që ka volë në televizionin asaj kohë. Po plosit jem të dëshmorëve, jem të invalidëve dhe fëmijëve veteranëve, po vetë veteranë plosit këtu, unë jemi kënaqur shumë. Shumë faleminderit, respektoria. Faleminderit shumë. Suksese. Po që, ideja ka qenë e kamotshme, mirë po edhe ne si od, do të thotë i kemi ato koncilimin tona, do të thotë deri tani i kemi qenë më tepër të shtrirë në për regjone, sepse Oda ka shtrirë në 7 regjone. Na do të fillojmë tash prej kësaj pjese, do të fillojmë edhe në regjone. Do të takohen përfaqësues të Odës me organizatën e juaj atje në për komuna që si është regjone. Qëllimi i kësaj është që sadopak ne si Odë, do të thotë t'ju ndihmojmë në ato mundësitë që i takon kësaj veprimtarie. Ajo që ne drejt për drejt mundemi, edhe njerë për potencial, do të thotë delegacionet të cilët i keni nga jashtë, nuk keni nevojë më marrë me akomodim, na tregoni so vetat, na i sistemojmë, atë mundësi, kemi mundësi me Ikon, Prishtinë, në Gjakova, në Prizren, në gjitha regionet që ne përfaqësojmë. Pastaj, në një drek ku ja vlen ju me musafir që i keni, shamull Qevari, që ku e kemi Ljabën, i cili kemi Sadikin, i cili po ashtu është përfaqësues, i kemi bizneset, unë e kam lenë edhe për bizneset. Në Sarani, na përfaqësojmë bizneset, e kemi edhe lenë për bizneset. Do thotë, bile shtymja ka qenë për bizneseve që me lidh marrëveshjen memorandumi për më mujt. Pastaj, kemi familje dëshmorëve, kemi veteran, kemi invalid, fëmijë tyne, për shembull, nëse kemi hapësinë ose keni kërkesa që të kryjnë trajnime të ndryshme, sepse Oda organizon trajnime, bile prej shtatori kemi filluar trajnime nëpërmjet një projekti që kemi bëjën, dhe ato ke mundësi që pa diskutim fëmija e antarëve t'ju, do të thotë kësaj shoqate ose veteranëve ose invalidëve apo edhe familje dëshmore të kyçen drejt për drejt. Që lidhet me profesion. Pastaj ke mundësi konferencat ndryshme të cilat lidhen bashkë, do të thotë në ituries punës, të cilat kish me dhënë kontribut për ju. Se edhe njerë po them, është gjëna me ndëgju kryetarin me këto ankesat të cilat i bën që shteti nuk e ndihmon. Kjo nuk përthekohet. Se mundësit me pak ndihma këta rahatohen. Edhe shoqënia më vitale, mos harroni, mos me pas qenë ushtria shpirtare e Kosovës, edhe njerë po them, nuk kishim na qëtu. Prandaj, kryetarë dhe njerë, na me të Odës, me të gjitha mundësit që i kemi, na jemi të gatshëm një ndihmë. Normal, me qëtë takatin ose mundësin të cilën i kemi. Edhe ju sukses, ndërmarrëveshjet më të mira që kemi pas edhe më me kënaqësi që është kjo. Unë veç do të më lidh me kryetarin pak të çështja ndihmës shoqërisë përgjithësi e qeverisë në veçantë. Ty shkove e pas që palash nuk ka mbëshkrimi i shoqata e lënë këtë do më di lutjet atë në shlintor. E kanë zyrën poshtë. Po, e poshtë rastisht tash. Që kjo shoqëni, veç nëse mendon sa privilegje kanë pas ata. Çfarë privilegje kanë pas ata? Nëse nisemi me Kroaci, çfarë privilegje kanë në Kroaci? Mos flas nga janë Maqedonia, Serbi, ata dhe për krime i paguajnë njerëz që kanë bërë, e na mos me konë gjendje, më thonë,
shoqëria në përgjithësi, organet, institucionet që shtetënore në veçantë është po shpinam sa më poshtë është për më orë shumë keq. Na kemi diskutuar edhe në qendrën e punës edhe në Shqipëri me këta invalidet, me shoqatën invalidëve kur na taku, me ato mundësi sa mundëm me ndiku te biznesi në Shqipëri, me dërgu në kon pushime Me kushte më të volitshme. më të volitshme ose sa do kudo me dhoni ndihmës, me kujna edhe gratis në sa favosh. Kështu që për neve është një privilegj edhe një kënaqësi e veçantë. Faleminderit kryetar, faleminderit media. Faleminderit media. Unë vetëm do t'i them kryetarit, faleminderit që ka gjetë mundësinë edhe që ka ardhur të bëjmë një memorandum. Ky e shpjegoj memorandumi, është vërtet se ne kemi delegacione të ndryshme, prej vende të ndryshme, sidomos prej Evropës, ku e përmend kjo krahasisë e gjitha vendet, ju neve që na ngrisin me ato, po na moralisht na forconi. Do të them sinqerisht. Memorandumi ka shumë brenda çështje që do të përgjigjemi edhe ne edhe këta bashkë që kemi bë, e kemi bë me dëshirë më të madhe, kemi prit me dëshirë më të madhe, që një institucion më i thëmë, oda hotelerisë Kosovës, turizmit, që kanë shpjegë dëshmërit në ndihmojnë neve si çanta dalën nga luta, ne e kemi me prit dhe do të jemi aty ku çdo sa në përputhje me nëna kornizës, sa janë ligji edhe sa janë vetëm memorandumi. Shumë i faleminderit, ju përshëndes shumë. Juve jemi të gatshëm gjithmonë me bashkëpunu, çdo sen të mirën e vendit, po të mirën e shokëve tonë. Nevojë kemi, me rehabilitu shokët tonë, nevojë kemi edhe fëmijë e veteranëve të invalidëve dhe dëshmorë që të kynë ata kurse, kemi nevojë, pse mos kynë kurse. Sa na dalin jashtë punën në për Evropë, kemi raktor dikuj më mirë kemi raktor planit tonë të hapim bizneset, punën të kynë ato kurse se janë të nevojshme ato kurse më kryen. Kemi nevojë për ta, gjithmonë, që ne faleminderit. Faleminderit shumë, juve me respektin e madh. Datën 25 e kena mbledhjen e kryesisë, edhe aty kemi bërë ditur ajo thojmë edhe ju në marrë pjesë na kem. Ne e bo ditur hapa që të vazhdojmë dhe të nuk po të faqu me këtë tradici që kemi bërë. Me 25. Vesh më organizu në pritë se s'ka mo. Që shtojnë aty pritë. Vesh më organizu se vesh të pine koqme më jaci të pia.